Politikan të rëndësishëm të këtij vendi, deputetë e opozitës së dieshme që sot janë në mazhorancë, por dhe deputetës së djathtës janë përgjuar nga shërbimi informativ shtetëror. Emisioni Opinioni Blendi Fevziut në televizionin Klan ka zbardhur detaje nga raporti i Komisionit Parlamentar të Sigurisë, i cili kaloi në sit punën e shish. Sipas raportit, përgjimet janë kryer në harkun kohor dhjetor 2012, korrik 2014. Janë 25 deputetë mazhorancës së sotme, atëherë në opozitë, që rezultojnë të jenë përgjuar në arkivin e shërbimit informativ shtetëror. Siç mësohet në raportin e miratuar në Komisionin e Sigurisë, nënvizohet se përgjimi i tyre nuk ka qenë i drejtë për drejtë, por se ata janë regjistruar teksa bisedonin me personazh të tjerë. Janë përgjuar nga Shishi, Edi Rama, Ilir Meta, Sajmir Tahiri, Erion Velia, Ben Blushi, Besnik Bare, Paulin Stërkaj, Tom Doshi, Armando Prenga, Pierin Dreu, Taulan Balla, Ilir Beqaj, Mark Froku, Vangjel Dule dhe Vasil Bollano. Në listë figurojnë dhe emra nga mazhoranca e dieshme sot në opozitë. Veç Lulzim Bashës rezultojnë se janë përgjuar Astrid Patozi, Ilir Usmali dhe Sokol Oldashi. Nga raporti zbulohet se Rama dhe Meta janë përgjuar duke komunikuar kryesisht me një pronar të rëndësishëm media. Basha nga komunikimi me një drejtor të bashkisë, që ishte vënë në përgjim dhe me të cilin ai kishte komunikim të shpeshtë, ndërsa persona të tjerë të rëndësishëm, si nënkryetari i Kuvendit Vangjel Dule apo ministra aktual, nga komunikime me persona më pak të rëndësishëm, por me të cilët ata komunikonin shpesh. Si shpreheti një burim në bisedat mes tyre janë zbardhur dhe protokolluar edhe pjesët politike që s'kan patur lidhje me arsyeën për të cilën janë vënë në përgjim. Po ky burim sjell si shembull të kësaj një bisedë të përgjuar mes Vangjel Dules dhe Vasil Bollanos, në të cilën pjesa që është veçuar është ajo ku Dule njofton Bollanon se Rama dhe Meta kanë arritur një marrëveshje për të dalë bashkë në zgjedhje. Kjo bisedë është bërë disa kohë para 1 prillit të 2013-s, kur Meta dhe Rama shpallën aleancën mes tyre. Ndërkohë në këtë raport mësohet se janë përgjuar dhe figura të njohura të botës së biznesit dhe medias. Po ashtu në listë janë disa emra shumë të njohur, investitor të mediave apo gazetar, me ndikim në opinionin publik. Madje dhe emra prokurorësh të përgjuar po me autorizim të prokurorisë. Dokumentat që janë gjetur përbëjnë sipas hartuesve të raportit vetëm 5% të akteve të përgjimit, dhe këtu duket se ka nisur debati mes Shish dhe Komisionit Hetimor. Ky fundi ka kërkuar të hyjë në brendësi të softit ku kryen përgjimet dhe jo thjesht në zyra ku protokollohen autorizimet e prokurorisë. Pasi hyrja në soft mund t'i çojë në të dhëna më interesante, por shërbimi informativ shtetëror refuzon ta bëjë këtë. Sipas ligjit soft i përgjimeve instaluar në vitin 2005, mendimin e shërbimeve sekrete britanike dhe i vënë në përdorim në 2008 për bën sekret shtetëror të shkallës më të lartë, dhe sa ai nuk mund të preket as nga përfaqësuesit e kuvendit. Ai që duhet të autorizojë ndërhyrjen është vetëm kryeministri, por Rama ka refuzuar të mbajë qendrim për këtë çështje, dhe në këto kushte raporti përfundimtar ka mbetur peng i këtij ngërçi dhe përbën sekret të rëndësishëm shtetëror.